Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Kosova Press. Sot jemi në Podujev, ku do të realizojmë një intervistë me kryetarin e komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi. Njëherë azë dhe kandidat për kryetar komune për një mandat të dytë. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit për mundësinë. Kryetar, pyetja e parë që kisha pas qef me apo juve është qysh e kishit përshkruar mandatin që e keni pas deri tash? A ka pas sfida, a ka pas në lloj problemi që keni has për gjatë këtyre 4 viteve? Po sigurisht që kemi bëjmë me një mandat i cili ka pas shumë sfida, ka pas shumë momente cilat nuk kanë qenë të lehta për të menaxhuar, por gjithsesi mendoj që një mandat i suksesshëm i yni, për arsye se mbrana kësaj periudhe 5 vjeçare të qeverisjes tonë, si lëvizje vetëvendosën Podujev, tashmë jemi shembull i mirë i shumë punëve të mëdha, të cilat janë bërë për qytetarët tanë, shumë projekte të mëdha dhe një shtys drejt një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik për komunën e Podujevës, sepse gjatë kohë ka qenë një periudhë e një stagnimi në shumë fusha zhvillimi. Prandaj mendoj që ky mandat ka qenë ai i cili tashmë po i hap rrugë shumë procese të cilat pritet të ndodhin edhe në të ardhmen në Podujev. Çfarë më intereson me ditë është edhe nëse zgjedheni për një mandat tjetër, çka janë premtimet tuaja, do të thotë çka keni me ju ofru Podujevës? Tashmë ne për këtë periudhë të qeverisjes sonë 5 vjeçare, kemi dhënë mjaft shembuj të shumë të realizimit të një varg projektesh kapitale për interes qytetarëve tanë dhe sigurisht që puna jonë do të jetë vazhdimsi e shumë projekte të mëdha, atyre të cilat tashmë janë në fazën fillestare të fillimit, po dhe punëve dhe projekteve tjera, qoftë me ndërtimin e ngrohjes qendrore për qytetin e Podujevës, funksionalizimi i stacionit të autobusëve ka kriju mundësinë e fillimit të punëve për të funksionalizuar trafikun urban brenda qytetit Podujevës. Presim që të vazhdojmë punimet rreth ndërtimit të zonës industriale, një projekt i cili është prej projekteve më të rëndësishme në sferën ekonomike për komunën tonë, por edhe projekte tjera të mëdha siç është parku bujqësor, pastaj akumulacioni i Pollates, impianti ura Udzeza, punët në kolektorin e ura Udzeza dhe shumë punë edhe projekte të reja, të cilat shpresoj shumë që ashtu siç kemi dëshmuar për këto 5 vite të qeverisjes tonë se ne jemi të gatshëm të sfidohemi me punën me projekte të mëdha, gjithsesi do të vazhdojmë me angazhimin në këtë drejtim dhe unë besoj shumë që rezultatet tashmë për llapin e Gullakun janë të prekshme dhe do të vazhdojmë prapë me këto projekte të mëdha të cilat do të zgjedhin shumë probleme jetike për qytetarët tanë, në veçanti problematika e ujit pishëm, i cili fatkeqësisht është sfidues edhe problem edhe sot e kësaj dite për komunën e Podujevës. Sa i përket shërbimeve publike për qytetarët e komunës, cili është plani juaj për mi përmirësu këto shërbime? Po thash, një prej punëve të rëndësishme që do të vazhdojmë është ngrohja qendrore. Komuna e Podujevës deri sot nuk e ka të zgjidhur çështjen e ngrohjes qendrore për objektet kolektive brenda qytetit Podujevës, prandaj shpresojmë shumë që mandati i ardhshëm 4 vjeçar do ta zgjidhë këtë problem. Sigurisht që do të vazhdohet me investimet në ujë të pishëm dhe përmirësimin e gjendjes, derisa nuk bëhet i plot projekti i akumulacionit të Pollates, i cili do të jetë zgjidhje afatgjate për gjithë qytetarët tanë dhe jo vetëm me furnizim të ujit, po madje një pjesë e sasisë së ujit do të shfrytëzohet edhe për ujitjen e sipërfaqes bujqësore, ndërsa sigurisht që do të vazhdojnë punët e ndryshme, qoftë ato nëntoksore, qoftë sipërfaqësore, me qëllimin vetëm që të përmirësohet jeta e qytetarëve. Ndërsa arsimi macilësor,
shëndetësia më cilësore, tashmë kemi bo hapa konkret, qoftë në fushën e arsimit, qoftë në fushën e shëndetësisë, dhe unë besoj që do i shtyj më tepër para, do i avancoj më tepër këto shërbime, dhe gjitha këto do të banë me interes për interes qytetarëve. A mundush më na tregu kryetar cilat janë planet e juaja për me zhvillu edhe më tej shërbime shëndetësore dhe arsimore më cilësore për komunën e Përdijes? Që është e vërteta gjatë këtij mandati që po lëm pas, janë bërë investime substanciale në fushën e shëndetësisë. Tashmë kemi 2 ambulanta të reja, cilat janë të ndërtura, njëra në Luzhan dhe tjetra në Llamnik, dhe cilat janë në shërbim të pacientëve tanë. E kemi ndërtu urgjencën e qytetit të Podujevës, një prej projekteve më bashkëkohore, të furnizura me gjithë aparaturat e nevojshme bashkëkohore, ku kryen shërbimet ndryshme për nevojat pacientëve tanë. Kemi funksionalizuar poliklinikën e Podujevës, një poliklinikë në cilën tashmë qytetarët tanë, përveç shërbimit të hemodializës, marrin edhe 15 shërbime të tjera specialistike dhe qytetarët tanë nuk kanë nevojë të shkojnë në Prishtinë, të bëjnë rrugë gjatë, me qëllim të realizojnë këto shërbime, por edhe kemi funksionalizuar shërbimin paliativ, një shërbim i cili mbrana një muajit mesatarisht jap rreth 1000 shërbime për gjithë qytetarët tanë, prandaj janë punë edhe aktivitete të prekshme, të dukshme, të cilat e kanë përmirësuar jashtëzakonisht shumë përmirësimet në interes qytetarëve, duke mos e lënë anësh edhe furnizimin e rregullt me barna dhe reagenca, si dhe ndihma mujore që jepet të smurëve kronik me qëllim që të përballojnë shpenzimet e barnave edhe mjekimit tyre që ju neviten. Ndërsa, kur kthehemi te fusha e arsimit, e kemi gjetë Podujevën me një qerdhe publike, po mbyllë mandatin ton me 8 të reja, që do me thonë 5 tashmë funksionale, 3 të tjera në proces të përmbylljes së punimeve, dhe e kemi ndërtuar dikun 10 objekte shkollore, 5 palestra sportive, dhe kemi gjetë buxhetin e arsimit për shpenzime kapitale, ose investime kapitale, me 116.000 euro, dhe po mbyllë mandatin ton me 1.6 milion euro, që do me thonë një rritje substanciale dikun gati për 15% më shumë se sa ka qenë. Dhe një segment tjetër që duhet ta cekim me ju dhe ta ndajmë me opinionin publik, është kemi gjetë 50.000 euro mjete buxhetore të ndara për bursa për student, dhe po mbyllëm mandatin ton me 120.000 euro bursa, ose në total gjatë kësaj periudhe kohore mbi gjysmë milioni euro, cilat i kemi nda për nevojat të studentëve tanë për t'i ndihmuar në shkollimin e tyre, pa e lënë anësh edhe investimet cilat janë bën në bibliotekën e qytetit, krijimin e kushteve të mira për lexim për gjithë nxënësit dhe studentët tanë, po njëkohësisht edhe furnizimin e rregullt me literatura të reja në këto biblioteka. E përmendu marrët edhe zhvillimin ekonomik, edhe veç e thatë që investimet në arsim dhe për student, veç kanë fillu më bo dhe janë bo, po pas studimeve, pas e duhet me pas një vend punës për ata student që i kryjnë studimet. A ka një plan konkret komuna për hapjen e vendeve të reja të punës? Gjithsesi, ne si institucione lokale kemi pas një vëmendje të shtuar edhe në këtë aspekt, me qëllim të thithjes së investimeve dhe kthimin e bizneseve për të kryer afarizmin e tyre mbrana komunës sonë. Tashmë kemi nisë procedurat e themelimit të parkut industrial, në cilin park industrial do të vinë edhe do të vendosen mbi 40 biznese të ndryshmeve. Afër parkut industrial e kemi në proces ndërtimi qendrën e kompetencës, ku nxënësit tanë do të kenë mundësi që të lidhen me tregun e punës, me bizneset cilat do të afarojnë mbrana parkut industrial, dhe njëkohësisht këta nxënës kanë me pas mundësi që një pjesë të ditës ta kalojnë në punën teorike mbrana shkollës dhe pjesën tjetër ta kalojnë punën praktike. Madje unë mendoj
që kjo lidhje ka me funksionu hala ma mirë, për arsye se shumë prej këtyre bizneseve që kanë me pas nevojë profile të caktura për veti, do t'i shkollojnë dhe do i marrin ndoshta edhe përgjegjësitë e shkollimit të nxënësve mbrana qendrës së kompetencës, në mënyrë që të kenë fuqi punëtore të mjaftueshme për nevojat të biznesit të tyre. Ky është njëri segment. Segmenti i dytë është investimet të cilat i kemi përmendur për bujqit tonë në 2 milion euro mbrana mandatit tonë, i kemi dyfishuar në 4 milion euro. Dhe na e dim shumë mirë që fusha e bujqësisë është fusha e cila absorbon numrin më të madh të fuqisë punëtore. Dhe subvencionimi për bujqit tonë, subvencionimi për fermerët tonë, mundson thithjen e numrit të madh të fuqisë punëtore mbrana për mbrana aktiviteteve të tyre të cilat i zhvillojnë këta fermerë e këta bujqëtan, është segmenti i dytë. Segmenti i tretë, kemi hap dhe kemi krijuar një klimë mirëbesimi mes biznesit privat, investitorëve privat dhe komunës, dhe tashmë Podujeva është një kantier ndërtimi të lartë, që është ka ndodhur, dhe krejt ky ndërtimi i lartë, krejt kjo hapje për investitorët, është kthim i fuqisë investive mbrana për mbrana komunës sonë, e kjo në vetin nënkupton absorbimin e numrit të madh fuqisë punëtore në ndërtimtari dhe njëkohësisht qarkullim i përgjithshëm i paras publike mbrana për mbrana komunës së Podujevës. Sot nëse në ora 12 ose 11 mesditë dalmi në për restoranet tona, në për kafet tona, do i shohim plot njerëz punëtor me uniform që dalin për të ushqyer. Që do me thonë, ata po punojnë Podujevë, po realizojnë të hyra në Podujevë, po njëkohësisht edhe po qarkullojnë çat para publike mbrana për mbrana Podujevës. Në anën tjetër, kemi mjaft investime përmes Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik në subvencionimin e bizneseve prodhuese, në veçanti për ato biznese që udhëheqen nga gratë, në mënyrë që me u kriju mundësi që këto t'i zgjerojnë kapacitetet e tyre prodhuese ose të punës, dhe njëkohësisht të absorbojnë edhe një pjesë të fuqisë punëtore në këtë segment. Dhe krejt këto janë segmentet cilat kemi punuar gjatë kësaj periudhe kohore, dhe besoj që ndjeshëm kanë ndikuar që të zbutet papunësia dhe një numër i madh i të rinjve tanë, të rejave tona të mund të futen në proces të punës. E sa i përket komunës si institucion, so beson komuna e Podujevës në transparencë edhe në llogaridhënie? Po nëse i marrëm ato barometrat cilët e përcjellin punën tonë, për shembull Kedia, nëse i analizojmë del që komuna e Podujevës ka 95% të transparencës në punë të veprimet cilat e ka bë, dhe kësaj na radhit në grupin e komunave në top listën në fillim të radhitjes si komunë, dhe unë mendoj që kjo nënkupton që komuna e Podujevës ka një transparencë jashtëzakonisht mirë, në kuptim me të gjitha punët dhe projektet cilat zhvillohen, po pse jo edhe në kuptimin e shpenzimit e paras publike në përgjithësi, për arsye se vendimet cilat merren qoftë nga legislative, qoftë nga ekzekutivi, janë vendimet cilat në një farë forme janë duke bashkë bisedu dhe duke marrë mendime dhe ide të ndryshme me qytetarët tanë. Prandaj kjo e ngrit këtë shkallë transparencës si institucion publik, dhe unë besoj që qëndrojmë mirë, gjithsesi do të bërë tendenca që të shkojmë afër 100%, ose edhe të amrin kotën për 100%, edhe pse edhe kjo përqindja prej 95% mendoj që është diçka që tregon që ka pas transparencë në punë, në angazhimet veprimtari të cilat i kanë kryer institucionet lokale gjatë kësaj periudhe kohore. E sa i përket projekteve që i ka realizuar komuna për këto 4 vjet, nëse kishte mujt me i zgjedh ose me i radhit 3 ose 4 projekte të cilat ju mendoni që kanë më të rëndësishme për komunën e Podujevës, cilat do të ishin ato, edhe 3 tjera cilat do t'i premtoni nëse merrni mandatin? Po shqo, ne nuk i kemi 3, kemi me 10 projekte milionshë cilat që ka realizuar sot në komunën e Podujevës, ose janë realizuar, po e marr
urgjencën e qytetit, një prej projekteve kapitale të rëndësishme, 1,7 milion euro investimi, stacioni autobusëve dikun 1,4 milion euro investimi, tregu i gjelbër dikun rreth 1,4 milion afërsisht ato investime, pishina gjysmë olimpike që është duke u realizuar me 4 milion euro investime, por kemi qendrën multifunksional 1,1 milion euro investime, por kemi edhe shumë investime tjera që i përmenda më herët, qoftë në fushën e kësaj institucioneve parafillore, qoftë në fushën e institucioneve shkollore, pastaj banimi i përballueshëm, një projekt me 133 njësi banimi, në cilën 22 prej tyre do t'jenë për raste sociale, të tjerat për të rinjët, edhe të rejat e cilët futen në martesë, dhe shumë punë edhe projekte tjera të cilat janë realizuar gjatë këtij mandati. Ndërsa sa i përket asaj se cilat do t'jenë top projektet për mandatin ardhshëm, e përmenda ngrohja qendrore e qytetit Podujevës, funksionalizimi i parkut industrial, akumulacioni i Pollates, impianti ujëra Zeza, edhe shumë punë dhe projekte tjera të cilat do t'jenë në interes dhe në shërbim të qytetarëve tanë. Tash kisha dashur me dojtë pak të pjesa e fushatës. A kemë rrime me i përcjell kundër kandidatët e juj për gjatë kësaj fushate dhe çka mendoni për ta? Qyqoni, unë që është të vërteta për shkak të angazhimeve të mëdha që kemi pas edhe kontaktet të mëdha edhe takimet shumëta të cilat kemi realizuar gjatë kësaj periudhe kohore, sigurisht që s'kam pas kohë të mjaftueshme të merrem edhe t'i përcjell kandidatët tanë. Aja që është shumë e rëndësishme tashmon jemi në një garë e cila është ka zhvillohet me një intensitet shtur, gjithandej llapit edhe gollakut, dhe aja që del rezultati këtyre tyre takimeve që kemi, qytetarët janë shumë të kënaqur me punët dhe projektet që janë realizuar gjatë këtij mandati, dhe unë besoj shumë që ne do ta mbarojmë në raundin e parë pa pas nevojë për balotazh, për arsye se qytetarët tashmë janë dëshmitarë të punëve të mira, projekteve të mira, po dhe procesit e zhvillimit e përgjithshëm të komunës sonë për mandatin tonë qeverisë. Ndërsa sa i përket kundër kandidatëve, unë mendoj që ata kanë një program tyre, se di, i kanë ato premtimet e tyre elektorale që në ka i bëjnë, dhe mendoj që shumë prej tyre ndoshta edhe e kanë paka shumë një periudhë që kam pas mundësinë me tregu sepse subjekti tyre ka qenë për gjatë kohë në qeverisjen Podujevë, dhe tashmë dim modelin e qeverisjes së tyre, i dim rezultatet e tyre, dhe ajo që është shumë e rëndësishme mendoj që këta të gjithë që janë si kundërshtarat janë njerëz të cilat shumë pak kanë përvojë në kuptimin e qeverisjes lokale, problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë, ndërsa ne kemi shumë përparësi në këtë aspekt për arsye se i njohmi holl, pothuajse të gjitha problemet e llapit edhe gollakut dhe të gjithë qytetarëve tanë. Prandaj jemi duke shkuar shkallë për me mujtë çdo njërin prej këtyre kërkesave dhe nevojave të realizojmë me projekte konkrete dhe me punë konkrete, pa frazeologji të thata e premtime të thata që janë duke bërë kundër kandidatë tanë. Edhe për fund kryetar, me një fjali, a mundesh me na tregu pse duhet qytetarët e Podujevës me votu shpejtim Rullicin në këto zgjedhje? Dallimi mes meje dhe kundër kandidatëve tonë është jashtëzakonisht i madh, qoftë në kuptimin e eksperiencës profesionale, pozita udhëheqëse në nivelin lokal, të cilat i kam pas edhe më herët, po edhe 5 vite tashmë duke udhëhequr me komunën e Podujevës, janë përparësi jashtëzakonisht të mëdha për dallim prej të tjerëve, dhe kjo na bën me një përparësi ose përsi të jetë madhe për faktin që ne tashmë kemi arrit të realizojmë një varg punësh dhe projektesh të mëdha, cilat faktikisht drejt përse drejt i kanë përmirësuar jetën e qytetarëve. Prandaj unë besoj që ne edhe qytetarët tanë nuk kanë nevojë për kthim mrapa, qytetarët tonë nuk kanë nevojë për praktikant, sepse puna e praktikës tashmë ka mbaruar dhe duhet vazhduar punët konkrete dhe projektet konkrete të cilat i zgjidhin problemet edhe të lashtit e qytetarëve. Faleminderit. Menderes qofshi, faleminderit për mundësinë.